Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë, po besoj që do kemi një bisedë shumë të këndshme mes nën dhe bi, Arta Beligu Brovina dhe Viola Brovina sot bashkë me ne në studio. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi sot. Faleminderit. Lorinda. Si po ecin këto ditë për ju? Ka shumë kohë që erdhën në Kosovë apo jo? Ka disa ditë që kemi ardhë, na ka ra me u marrë pak me renovimin e shtëpisë, nuk është se kemi pas shumë kohë edhe me dalë. Mirë po deri tash mirë. Rova me prezentu edhe të ftuarin tjetër, që kemi sot. Një ftuarin special. Agi, a? Agi. Qeni jonë. Kështu që e kemi marrë Agin para 4 vjetë, edhe është një pjesë shumë e veçantë e familjes tonë, na jena lidhë shumë e ta, kështu që sot e kemi pru safer. Me shumë kënaqësi. Ta kanë aprovu me një herë këtë kërkesën, ka qenë kërkesa jote, Viola, apo? Po, për qeni u marrë për mu, specifikisht, po e kom pas qef me pas qenë për që kom qenë e vogël, edhe mami i babi kanë marrë për mu, po jemi lidhë krejt familjarisht me ta, edhe është bo një pjesë shumë e veçantë e jetës tonë, për ata kemi pru edhe në Kosovë me neve, për shkak se kemi menet edhe ma gjatë, kështu që është i lidhur me neve dhe kemi pas qef me ta me nejtë, kështu që mja kalzu Kosovën. Po i pëlqen deri tash? O ambientu? Po doket ma interesant, pak ma ndryshe, ma gjallë, po doket mirë, kështu që përshpresojmë po këqyrim edhe ma tutje. Është hera e parë me të në Kosovë? Po, hera e parë kemi marrë. Rrugtimi ishte i vështirë? Kemi kujtu që ka me qenë ma i vështirë, po jo, në shta pjesa ma i vështirë u konë letrat me avo, deri sa kemi kalu krejt procedurat, po jo, nuk na ka qitë problem, ka flajt, nuk kemi pas asë një problem të madhë, kështu që... I mbarë. Jo problematik, kështu që... Viola, e përmendi që këtëherë do të qëndrani më shumë, për gjitha ta që nuk e din, ju jetoni dhe veproni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo? Pikërisht në cilin vend? Ne jemi në Tampa Bay, në Florida. Po, që i bjen pjesën e Gulf of Mexico, jo ka ana Atlantikut. Ka që një kohë gjatë që jemi atje. Edhe kësaj here është hera e parë faktikisht që kemi arë me ndajt pak ma gjatë. Edhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse kemi vendosur me marrë Agin me vete, për shkak se është jashtëzakonisht i lidhur me neve. Emocionalisht, ishte pak problem dokumentacionet për me nxjerrë prej Amerikës fillimisht, pastaj është dashur që t'i aprovohet edhe licenca në Evropë, me qenë se jo vetëm Amerika, por edhe shtetet evropiane janë jashtëzakonisht strikte sa i përket, domethënë udhëtimit edhe largimit të qenit prej vendit ku ai takon. Mirë po me gjithat nuk fritum të fillojnë procedurat, për shkak se është shumë i lidhur me neve, edhe patëm edhe dëshirë me marrë në Kosovë, me pa dhe gjithë antarët e familjes, për shkak se kemi antarët familjes që e shojnë kamerë shpesh, sidomos vajzat e motrës, edhe kur ka me ardhë Agi, kur keni me sjellë Agin, kështu që kemi vendosur pak edhe Agin me bo kosovar, shqiptar, edhe ndoshta pse jo, ndoshta aplikojnë për pasaport Kosovës. E të regua që pjesa e dokumentacionit ka qenë një ndër vështirësit për me e sjellë Agin këtu, po në përgjithësi do të qëndroni më gjatë këtër. Viola, ke atë pjesën e mallit për Kosovën sa që jenë në Amerikë? Gjithmonë, unë e kom qef me orë në Kosovë, edhe pse na jetojmë në Amerikë, unë jam e lidhën shumë me Kosovë, se kemi familjen mas pari që më lidhë, jam rritë me shumë familjarë, me gjyshna, me krejt, me kushëre, kështu që është pjesa numër 1 që më lidhë, plus që kom shpenzu një pjesë të fëminis shumë të madhe këto, edhe që jam lidhë shumë, kom shku në shkollë këto, edhe natyrisht që më lidhë, kështu që kom pas qef edhe Agi me pa pjesën ku jemi rritë, kështu që, Ta që sa vite jeni shpendosur në Amerikë? Unë kam, për herë të parë kur jam shpërngull në Amerikë, ka qenë para 21 viteve, bashkëshorti ka prej, domethënë, vitet e fillimin e 90-tave, po me qenë se për shkak të punës ti kemi lëviz Amerikë-Evropë, pastaj edhe në sjelltas, na ka rënë një kohë që jetojmë edhe në Prishtinë. Kështu që mu vjen shumë mirë për këtë fakt, për shkak se Viola është rritë edhe me dashurinë e gjyshërve, kusherive,
flet shqip, për ne si prind ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që të flasim shqip me vajzën. Pastaj tritet me dashurinë e gjyshërve, tezëve, familjarëve të tjerë. Edhe kjo është po mendoj shumë e rëndësishme për neve. Kështu që me qenë se kemi dashur që Viola prapë të shkollohet, të ketë një shkollim sa më adekuat për të ardhmen e saj, atëherë jemi rikthy prapë në Amerikë. Ka tash gati 8 vite e gjysmë, ashtu që jemi rikthy. Kështu që me këtë pjesën e lëvizjes vetë se e keni pas gjatë jetës e përmendet me Shtetet Bashkuara, Evropës, Kosovës, keni lëvizën ndërkohë, po tash ky kthimi prapë pas disa vitesh, e qeni vështirë për juve prapë me u ambientu? Jo, nuk mëj me thonë se ka qenë për shkak se mëj me thonë që adaptimi ma i matë ka qenë fillim, po mendoj dhe vështërsit ma të mëdhaja kur se mund është me marrë me ment tash çfarë dallime ka mes Prishtinës edhe shteteve evropiane, e lene motash prej Prishtinës, të shkosh në Amerikë, ku është komplet një botë tjetër prej këtu. Vështërsi, po mendoj fillimi nuk është i lehtë, për shkak se duhet fillosh të ambientohesh për çdo gjë, prej fillimit edhe është shumë ndryshe. Kështu që këto kanë qenë vështërsitë më të mëdha. Ka dallime tash, po mendoj, dallon edhe Amerika prej atëherë dhe tash. Ka ndryshime, unë shoh ndryshime edhe në shtetet evropiane, kur rikthehem pas një kohe, ka ndryshuar edhe Ballkani, po mendoj ka ndryshime edhe këtu jashtëzakonisht të mëdha, kudo në Ballkan. Kështu që ekzistojnë vështërsitë, po njëri si qenie është adoptive, edhe nëse je edhe në Prishtinë, edhe në Afrikë, në Amerikë, do që je prapë ambientohesh. Për ty Viola, ka qenë pjesë ambientimit? Gjithçysh, në fillim ka qenë shumë interesant, si tha edhe mami, është shok shumë i madh kur të vjen prej Kosovës direkt në Amerikë. Më ka dok mas pari prej kulturës, mentalitetit dhe infrastrukturës mas pari në shkollë kur jam shku, më ka dok në ekstrem e madhe, u konë ndryshe. Po, me që kom qenë edhe me një mosh ma të re, më konë pak ma e vogël, më ka ra mu ambientu shumë ma shpejt edhe që shta dhe mami, ambientohet njëri, jam falenderuese që kom pas mamin e babin çdo hap, kështu që ma kam bo ma të lehtë çdo sen. Po nuk ka qenë keq, kështu që fëmijët ambientohen shumë shpejt. Po për juve si prind, ka qenë ajo ndjenja e përgjegjësisë apo edhe frikës në të njëjtën kohë? Unë e kam pas pak një frikë me qenë se Viola ka shku në shkollë këtu ka qenë në Mileniumin e Tretë, edhe nga një shkollë shumë e vogël, domethënë kur kemi shku me regjistru atje në shkollë fillore, shkolla ishte aq e madhe, sa që unë fillova me qajt edhe thash ka me më fup fëmiu. Mirë po, Amerikanët i kanë programet adoptive jashtëzakonisht mira për fëmijë, vajza ka qenë shumë e lumtur qysh prej fillimit, edhe është adaptu shumë lehtë, për fat të mirë, se i kanë programet që tërhek automatikisht fëmijën që të ndihet mirë. Kështu që është ambientu shumë shpejt edhe nuk kemi pas problem, me qenë se e ka ditë, deri dikun gjuhën angleze, mirë po natyrisht nëse do në me mësu mënyrë akademike nevojitet pak, po fëmijët e kapin shumë shpejt gjuhën, sepse e kanë trurin shumë të frestë dhe i kapin gjanë atlet. Treguar që krejtësisht një kulturë tjetër duke filluar edhe prej pjesës objektit shkollës dhe gjithçka tjetër, po pjesa e adaptimit me shoqëri. Ajo ka qenë pak ma problem në shtanë fillim, po se ka qenë ndryshe, fjala që me thonë është ndryshe, se këtu në shtaj na konë pak ma të ofërt në Kosovë, jemi adinë se cili na shqiptarët jena pak ma të ofërt, po në Amerikë u konë mentaliteti pak ma ndryshe, edhe nisan me thonë që njerëzit për ndryshe kanë qenë shumë të mirë, edhe të janis edhe prej profesorave dhe prej studentave kanë ndihmu për çdo sen që kom pas nevojë. Po menoj është mentaliteti pak ma ndryshe opet, po kam qef që kam edhe shoqni dhe këto dhe atje, se ma ka jep një perspektiv pak ma ekstra, edhe nështë janë njerëz pak ma mendje hapun edhe atje. Kështu që në fillim, natyrisht që shtash çdo sen ka qenë ma ndryshe, disa jam adaptu, po në fundit çdo sen miru konë djonët. Kështu që ka shumë shqiptarë në pjesën ku jetoni ju? Ka komunitet? Ne kemi 4-5 familje të Prishtinës që shoqërohemi.
Është interesant, në Florid ka më shumë komiteti shqiptar i Shqipërisë dominon, ndërsa të Kosovës ka më shumë në New York. Do të thonë kosovarë dominojnë pak më shumë në New York. Në Amerikë, çka na mungon në Kosovë është se për shembull të merr malli me pi një kafe me një shoqe, madh patikat apo kfucat edhe del poshtë e pi një kafe. Ndërsa në Amerikë është dieta jashtëzakonisht dinamike. Koha është aq e çmuar sa që ti duhesh ndoshta ta caktosh një termin për me dalë mbas një jave dhe dite, për shkak se secili është i zonë me punët e veta. Pastaj distanca nuk është e afërt siç është në Prishtinë. Kështu që po, dalim, takohemi me shqiptar, kemi për 28 nëntore kemi një lloj tradite që e mbajmë shtëpinë tonë. Mbledhemi disa familje të Prishtinës, ne për ndryshe lujmë edhe piano, i kemi edhe disa shokë që kanë qenë bashkë, kemi qenë bashkë në shkollë të muzikës. Zakonisht mbledhemi tek ne për 28-in, edhe bojmë kështu një party të madhe, këndojmë shqip, ulemi në piano, festojmë, pijmë, dhe thonë, e festojmë 28 nëntorin, tash që 5 vite, 4-5 e kemi bove që tradicionale. Në një farë atmosferë. Kush do që është do me thonë prej shoqërisë tonë që ndështë ashtë në Floridë dhe 2-3 orë largë, gjithë vintene. Kështu që kemi bove si tradicionale. Po fundjavat janë tamam fundjava atje, arrini me kalu kohë me zvete, me familje, me shoqëri, cilat janë ato gjëra që preferoni gjithmonë me i po atje? Po, unë menaj që po sidomos në moshë tem, unë e dalë me shoqe shpesh, po një sen është në shatë që edhe në Amerikë shkon edhe koha ma shpejt, kështu që se njerëz të punojnë shumë, kështu që shkon ma shpejt, po e kemi plot sene që kemi koncerte, evente, gjana që shkojmë zakonisht, kështu që mirë është me thonë është një fundjavë që me bo është kanë shumë, taman me pushu, me dalë, kështu që mirë është. Tash në Prishtinë po arrin me i përcjell këto koncerte, festivale, për shkak që mjaftueshëm po kemi, po më duket kështu në rajon. Sa dush, po, unë gjithë kur të vi kam qef, edhe tash pe presim edhe Sunny Hillin, që vjen edhe t'javë, unë kam qef me shku për çdo vit, kështu që gjithçysh, mendoj është një atmosferë shumë e gjallë, shumë e mirë, sidomos për një rinin këtu në Prishtinë, kështu që po, me nxi pres. Një pasion të përbashkët që e cekët është edhe piano. Po. Ka qenë paka shumë edhe dëshire violës, duke ju pa juve të ekzekutua, po... Unë e kam mbaru shkollën e muzikës Prenk Jakova në Prishtinë, para luftës, para vitit 99, edhe piano ka qenë dashuria ime para atër. Ne kemi qenë atër në kujtot shumë pak në zansa, do me thonë kemi qenë ndoshta në klasë solfegjës dikun 7-8 veta, ndërsa në instrumental kanë qenë orë individuale dhe kemi qenë shumë pak. Unë e du shumë pianon, unë e du në realitet muzikën shumë, në përgjithësi edhe duke pastru dhe duke bo, diçka unë gjithmonë dëgjoj muzikë. Kështu që unë kam pas dëshirë që edhe viola, kur ka fillu të rritet, që edhe viola të lujnë ndonjë instrument, jo do mëzdëshmërisht piano, mirë po shprej i vullnet për piano, me qenë se edhe motra ka qenë shkollë të muzikës për violin, mirë po me qenë se violina është e pak më e vështirë se piano, mund të them. U kysh në piano, edhe viola e kam mbaru shkollën e muzikës për piano, kështu që ka pas ndonjëherë kemi bo duete, këndojshim, kemi fillu faktikisht në kohët Covidit, ka njerë këndojshim. Unë këndojsha, edhe viola lunte në piano. E përcjellje. Po. Kisha dëshirë që pasi unë jam rrit me këngë vjetra qytetare, kisha dëshirë me këndu ndonjë këngë që mi kujtonte prindërit mi. Ndërsa violës ja jepsha bazën e notave shqip, edhe kisha dëshirë që edhe kjo t'i din këngët e vjetra popullore qytetare, shpesh më pyetke çka po sheh Brenan këto këngë, çka janë këto këngë vjetra, kështu të isha. Ka ndryshuar edhe ti me i bo do vjet kanë me të pëlqyer edhe ty, ndoshta edhe ti ki me i këndu. Ashtu. Ke fillu me i këndu apo ende? Ende edhe pak, pianisi me piano, mande i kështu. Se janë ato dëshirat, kjo pjesa e orientimit në karrierë përgjithësi për violin, ka mendu diçka? Po, unë për momentin jam të hi në vitin e dytë në fakultet, nga fusha e financave, kështu që ja kom nis me ato edhe shpresoj me pas një karrierë suksesshme,
se ja kom qëllim shumë të madh me hi në për investment banking ose në për hedge funds, që janë institucione financiare në Amerikë të mëdha shumë. Kemi JP Morgan, Morgan Stanley, krejt ato, kështu që definitivisht kam dëshirë me pas një karrierë të suksesshme dhe me thonë që e shoh veten që kom e qenë krenare me ta, kështu që ja. Tregove që ndër vështirësitë apo pengesat më të mëdha në përgjithësi është dhe pjesa e inkuadrimit, sidomos një fëmijë në atë moshë nga Kosova në Amerikë të inkuadrohet në shoqëri dhe gjithçka tjetër. Po tash cilat po i vren që janë ato sfidat apo pengesat më të mëdha? Tashmë që vetë se ke hyrë në këtë botën me fakultet, me punë së shpejti. Unë menaj në shtanë Amerikë kam shumë njerëz që janë pak ma open-minded, a din kështu mendje hapur janë ma shumë. Edhe natyrisht jemi shku për një qëllim se dyrt janë ma të hapuna për çdo sen edhe ka opportunities ma shumë që thojmë. Kështu që ajo menoj është një sen shumë ma important që e kom pas, që me ecë për para dhe mu zhvillu si person ma shumë. Natyrisht tash është edhe malli për Kosovë, po pjesa e shoqënisë e krejt janë kanë qenë pak ma sfiduse, po jam adaptu edhe atje, kështu që ka qenë eksperiencë normale dhe besoj vazhdoj mu zhvillu në ma shumë. Po për juve shpërngulja ka qenë e rastishme apo e planifikuar? Jo, e planifikuar. Ka qenë e planifikuar, patjetër, sidomos babai i Violës ka insistuar jashtëzakonisht shumë, me qenë se ai është shpërngull në shkollë mesme kur ka qenë në Amerikë. Insistimi i tij ka qenë patjetër se Viola duhet shkollohet në Amerikë. Kështu që për neve ka qenë si prind jashtëzakonisht e rëndësishme që Viola të rritet, të pajiset me vlerat tona që i kemi shqiptare, kombëtare. E të njëjtën kohë ti merr ato vlerat amerikane që janë më të mira dhe të jetë një kombinim i mirë shqiptaro-amerikan. Kështu që kjo ka qenë qëllimi im kryesor për ardhmërinë e Violës. Natyrisht mundësit janë pak më të mëdha, shumë më të mëdha në Amerikë se sa që janë në Kosovë. Edhe unë shpresoj se Viola do të arrijë karrierë. Mirë ka fillu. Kështu që po shpresojmë edhe shpresojmë që të na bën krenar, neve ndoshta ma vonë edhe këtë popullin, nuk i dihet. Në shku për një qëllim të caktuar, ka qenë një ndër pikat kyçe shkollimi i Violës në atë kohë. Tash e mendoni ndonjëherë kthimin në Kosovë apo tashmë Viola vetë se ka filluar me ndërtu jetën e saj në Amerikë? Unë menoj që njëherë nuk kam përgjigje për atë sen. Unë menoj që e ardhmja jame dhe krejt dyrt që më kanë hapë dhe se mundësit janë në Amerikë për momentin, po qështa që jam e lidhme me Kosovë, qka do që bohët në të ardhmen, unë kam qef gjithë me qenë e lidhën me Kosovë dhe me ardhë sa ma shumë që muj, për familje, për ven, kështu që ajo është gjithmonë. Po për artën? Unë e konsideroj vetën fëmijë Prishtinës. Që jam lindë dhe rritën në Prishtinë. Prishtina gjithmonë ka me mbet dashuria ime më e madhe. Edhe pse tash jetoj në Amerikë edhe ku do që më qenë jeta në të ardhmen, Prishtina ka me mbet gjithmonë dashuria ime dhe rikthimi ka me qenë gjithmonë në Prishtinë, pavarësisht ku do që jam. Këtu e kam familjen, këtu kam shoqëri që e mbaj për shumë vite, që faktikisht edhe pse jam në Amerikë kemi kontakte ditore, ka njerëz që i du shumë. Pastaj merr malli, sado që ka plur merr malli për erën e Blinit në Prishtinë, merr malli jote për plur. Kështu që unë gjithmonë do të rikthehem në Prishtinë. Gjithmonë do të kthehem, këtu do të jem verës, ndonjëherë dimri pak më i mërzitshëm se vera, mirë po gjithmonë do të kthehem në Prishtinë. Përpara bota ka qenë shumë e madhe, mund të them, edhe shpesh thonë njerëz po vini prej Amerikës shumë larg ose prej Australisë. Unë mendoj që nuk ka mo asgjë larg. Do të thonë bota është shumë më e vogël se që ka qenë përpara. Dallimi është se nuk është lirë. Do të thonë shpenzimet janë shumë të mëdha, mirë po pavarësisht shpenzimeve kur ke vullnet, gjithmonë vjen vendin tënd. Po edhe pjesa e shpenzimeve që vetë se cekët padyshim që ka dallime shumë të mëdha në këtë aspekt mes Kosovës dhe Amerikës. Si qëndron atje standardi, jeta, një shëtitje, një kafe me shoqëri, çka do të qoftë?
Standardi është tjetër në Amerikë për dallim prej Kosovë, edhe pse nuk është se në Kosovë është lirë. Po mendoj, po i shoh tash çmimet, nuk është lirë, as në Kosovë. Mirë po, në Amerikë është shumë shtrejt, sidomos, jo veç në Amerikë, po tash ka ndryshuar gjithë botën, ka fillu prej Covidit. Pastaj, çka i ngriti çmimet edhe më shumë ka qenë lufta në Ukrainë, pastaj tash edhe lufta me Iran, që vazhdimisht po ngriten çmimet, domethënë çmimet mund të them esenciale, që është ushqimi, është renti, është benzina, domethënë me ngritjen e benzinës automatikisht rritet çdo produkt tjetër. Atje është standardi tjetër, natyrisht se rrogat janë shumë më të mëdha, mirë po shpenzimet janë jashtëzakonisht të mëdha, krahasuar me Kosovë. Kështu që udhëtimet janë jashtëzakonisht shtrejta. Kudo që shkon në Amerikë, çdo shtet që shkon është shumë shtrejt. Muj me thonë lirisht, edhe pse standardi është pak më i lartë se në Evropë. Mirë po prap po them, nuk po shoh lirë tashmë as në Evropë e as këtu. Kështu që në përgjithësi çmimet kanë fluturuar, sidomos me këto dy luftat e fundit, ta shohim çka sjell tash e ardhmja, si do të vazhdon. Arta e përmendi që pavarësisht pluhurit dhe gjithçka tjetër i mungon edhe ajo nga Kosova. Po çka ju pengon sa herë jeni në Kosovë, ka diçka që të pengon? Pjanisin është ta prej agit, që kemi pas një eksperiencë, kur e ka kohën me dal jashtë, po kemi problem shembull me qajt rrugës, nuk ka vend ku me qitë, kena problem, se hapësirat e gjelbruar. Shumë nuk ka, adin ky po duhet legjend, po ka ciment në të nantë, bari shumë pak ose ka mbeturina në të nantë, kështu që derisa ka bo dhe ky veni nuk e kena hapësirën si në Amerikë me qitë jashtë me shëtit, kështu që vesh po do të me kry që ka me kry edhe me këthy. Qajtë rrugës po do të më rujt, bile kom thirë babin s'di sa herë adin del poshtë se jënë qajtë rrugës, kështu që nështë qaj është njona prej seneve po do të me rujt edhe prej njerëzve, se na në Kosovë nuk është që kena mentalitetin fort që i dojnë kafsh, qajtë, kështu që nështë i bjen pak ma ndryshme me pa dhe agin, që ata pe kena pak ma interesant me rujt prej njerëzve, kereve, kafshve tjera, kështu që qajo nështë ta kësha thonë, kena vrejt prej që kena marrë agin në Kosovë. Mu po mjen shumë keq edhe prej qenve ndacak. Shumë. Po mjen të njëjtën kohë keq edhe prej qytetarëve, për shkak se njerëz kanë me uzgjur mëngjes, kanë mi dërgu fëmijët në shkollë në qerdhe, kanë me shku në punë, edhe kanë frikë prej qejve. Shpesh po e ndëgjoj kur po thonë se është projekt shumë i shtrejt nëse duhet me i mbledh qejt, me i strehu dikundu, nuk besoj që mund të jetë ky projekt i shtrejt, për shkak se nuk ka të bëj ndonjë shkencë këtu apo ndonjë hulumtim i madh. Unë besoj se mungon një lloj menaxhimi i thjeshtë që mund të bëhet prej qeverisjes komunale dhe prej pushtetit qendror. Nuk e besoj që mund të kushtoj ai projekt shumë shtrejt që t'i mbledhin kafsht, po mendoj qenjtë e rrugës, t'i strehojnë dikun, t'i kastrojnë që mos shumohen edhe qytetarët ndihen të lirë, të zgjohen mëngjes, t'i kryjnë obligimet e veta, që edhe fëmijët e tyre, edhe qytetarët mos ndihen të kërcënuar prej qenit, po më kafshon qeni, po më han qeni, për shembull ka njerëz që kanë thonë edhe për rogin, po më han. Kështu që të lirohen prej asaj, sepse shiko, kafsha, qeni është reflektimi i njeriut. Kështu që unë veç besoj se duhet një organizim shumë i thjeshtë për t'i largu, se mu po më vjen keq edhe prej tyre, po më vjen keq edhe prej njerëzve që po kryejnë pastaj fobi prej qenit. Qeni duhet në atë moment që e merr, domethënë të trajnohet, duhet vaksinohet, edhe natyrisht se mos të ketë kështu qejt rrugës, edhe natyrisht që s'kish me pastaj probleme dhe frikë. Domethënë se unë po e shoh frikën te fëmijët. Mas pari, atë hanë qeni. Pyetja e parë që bëhet, atë hanë, atë kafshon. Kështu që besoj që është një menaxhim shumë i lehtë kish me qenë, nëse i kishin largu prej rrugës. Po në vendin ku jetoni dhe aty afërsisht e rregulluar kjo pjesa e qenve e ndacak, keni pas problem ndonjëherë në këtë aspekt? Nuk ka qenë ndacak, do me thonë arsyeja pse ne edhe kemi marrë agin, sepse edhe unë nuk kam qenë si një gru shqiptare, nuk kam qenë që kam pas dëshirë me marrë një qenë shtëpi, sepse qenë s'dush me mbajtë shtëpi, unë e kam pas atë mendësi.
Mirë po atje, gjithkush mban qenë në shtëpi, qenë, mac, papagall. Mirë po, komplet janë të kontrolluara fillimisht prej komunës, duhet ta vaksinosh patjetër. Duhet të trajnohet qeni. Ogin e kemi marrë kur ka qenë bebe 3 muaj, është dash me trajnu, është dash me vaksinu, me kontrollu, dhe më thonë gjitha procedura që kanë qenë të kërkuara prej komunës, prej veterinarisë. Ashtu janë gjithë qajtë, edhe janë shumë të qetë, do me thonë, ti nuk mundësh me ndi një qenë që leh pa nevoj, apo që të ofrohet për me të kërcnu, kështu që gjithçka është në vendin e vetë, por është edhe infrastruktura që nuk ka problem për shembull me qitë qenin jashtë, me shetit, me gjithçka është në vendin e vetë. Është e kushtueshme me mbajt një kafshë shtëpiake atje, sa i përket krejt pjesës, vaksinimit, ushqimit, çka do tjetër? Është. Është e kushtueshme. Ishte e kushtueshme edhe për ta sjellë Ogin këtu, për shkak se pat nevojë shumë rregullimin e shumë dokumentave, fillimisht për me nxjerrë Ogin prej Amerikës, kërkohej shumë aprovime prej CDC-s dhe USDF-it, fillimisht. Pastaj kërkesën për me bo që ky ta merr certifikatën që t'jeti lirë në Evropë, me qenë se nuk është vetëm Amerika që është shumë strikte sa i përket këtyne kërkesave, janë edhe shtetet evropiane si Gjermania, Zvicra, Franca që i kërkojnë, do me thonë, gjitha dokumentet e parashtruara që qenit t'jeti lirë dhe në Evropë. Pastaj ishte një procedurë, më të them, rreth 1 muaj e gjys, ashtu diçka, kështu back and forth, shko, këqoj kërkesën ktheje, derisa u aprovu gjitha. Pa tjetër aprovoj edhe airline-i, për shkak se kërkesat ishin që në aeroplan mund të jenë vetëm 2 deri në 3 qenusha në një aeroplan, do me thonë. Tash ka edhe me pasagerë që qëndrojnë lartë, apo jo, disa prej racave pranohen? Në cabin, po. Ky është qenush i vogël që qëndron në cabin. Faktikisht është një racë shumë e ndihshme që nuk lejohet të jetë në cargo. Duhet të jetë vetëm në cabin. Si është si racë, me sa duket deri tani i qetë, të marrë parasysh prej dritave, kamerave. Po, nuk është problematik hiç, në shtëpi zakonisht nuk ka bu asnjë problem, din me qenë energjetik shumë, ka energji, sidomos kur ka qenë i vogël, edhe shumë i lidhur ky veç tash nidin me t'jap, kështu që nuk kemi probleme to, nuk kemi paskur, kështu që është i qetë, rën mirë. Kjo racë në Amerikë përdoret edhe si therapy dog. Do më thonë, kjo është King Charles Cavalier, është qenë me prardhje, është britaneze, që i ka taku mbretëreshës Victoria II dhe djalit të tij King Charlesit të dytë, ku ka shërby si në pallatin mbretëror, si do më thonë, kur është shtru sofra para se me hangër fëmijët e mbretit me mbretin, ka nuhat komplet sofrën që ta vërtetojnë se është ushqimi i helmum. Tash përdoret në Amerikë edhe si therapy dog për fëmijët autik, pasi që spektri i autizmit është shumë i gjanë, përdoret kryesisht për qetësimin e fëmijëve që janë pak më agresiv, edhe kam lexuar se ka ndikuar shumë pozitivisht tek qetësimi këtyre fëmijëve. Kështu që ky edhe Golden Retriever, realitet, këto janë 2 racat që tash po përdoren dhe si therapy dog. Ndërsa ne kemi marrë se na pëlqejnë vesht. Se nuk e di shumë. Fizikisht. Fizikisht, si ja kemi pa vesht, këta vesht shumë të bukur. Ai qeni me vesht të gonë. Flasim pak edhe për raportin mes juve, gjithmonë së pari me duke një si shoqe, me duke një shumë bukur. Faleminderit. Të marrë parasysh moshën, adoleshencën, lëvizja, shpërngulja në Amerikë, të reguat mosha delikate në atë periudhë, krejt shoqëri tjetër, sa ka qenë vështirë për juve si nën, me e mbajt këtë pjesën e raportit, komunikimet, mes juve? Si nën, ne jemi shumë të lidhura me zvete, edhe Viola, me qenë se ndoshta s'ka pas vëlla e motor, ka qenë shumë e lidhur gjithmonë me ne. Edhe kështu edhe konsultat gjithmonë i ka pas, disa i ndonë me babin e saj, ndërsa disa tjera vjen te unë. Kështu që i kemi të ndara, po deri tash gjithmonë ka qenë, do me thonë, në raport me neve ka qenë shumë e ndëgjueshme, ta s'po thome ndëgjueshme, po i ka marrë parasysh krejt këshilla që ja kemi jep. Ka gjana, do me thonë, që trashigume prej me, ka dhe prej babit.
saj, kështu që, po është e formume edhe si karakter vetë që ka njëherë thamë nuk kuj për gjana s'kujtë. Tashmë veç se e ke krijuat karakterin tënd, Po menoj që je po. profilizu. Po, menoj që po. Kur ndalesh edhe mendon nga kush ke tipare më shumë? Vaj? Kur ndalesh edhe mendon mes Po. nënës, babait, kujdo në familje, nga kush ke tipare që i ke trashëguar më shumë? Unë menoj ka dytë, janë plot pjesë që i ku marrë ka mami, ka babi, kështu që si ta dhe mami do muhabete bon me mamin, do me babin, kështu që po jo, gjithë ma kanë jep lirin me folë shrirë edhe mu shprej për çdo send, për çdo problem, për çdo të mirë, të keqe, kështu që menoj ka dy antë, jam shumë e fat. Këtë pjesën e artit besoj e ka trashëguar Po. ma shumë prej meje, ndërsa matematikën e ka ma shumë nga babi hyshja e saj. Kështu që është Të mirat e dy anëve besoj. Mirë, një kombinim shumë i mirë. Tregua që këtë herë jeni për më gjatë Po. në Prishtinë. Keni bën ndonjë plan konkret apo veç E nuk tash nash aty me si pushu? Lorinda, jemi bo se në Amerikë gjithmonë planifikon njeri shumë përpara, ndoshta një vit përpara se çka kemi bo vitin tjetër. E kësaj herë ja kemi bo kështu taman shqip. Kur të shkojmë Prishtinë, çka do që vendosim me bo me shku, po vendosim atje. Okej. Kështu që s'kemi bo ndonjë plan, Viola i ka disa plane, koncerte, ma Së një tepër. billet. Ashtu ndoshta ndonjë udhtim diku Po. ma afër. Te Tu po tu shohim. bo. Po ju uroj një pushim të këndshëm edhe faleminderit shumë që ma zbukruat sot studion dhe me energji kaq të mirë. Faleminderit shumë për Faleminderit. pjesën Lorinda. Ishte shumë kënaqësi, shihemi prapë. Don.